Përshëndetje. Sot në mbledhjen e Këshillit Ministrave, miratuam aktin normativ për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2026, si rezultat i ecurisë pozitive të ekonomisë shqiptare për gjatë 5 mujorit të parë të këtij viti, na u mundsuan për disa politika të rëndësishme, me qëllim që e para të forcojmë mbështetjen e shtresave në nevojë, të rrisim investimet në shëndetësi, të përmbushim edhe angazhimet që ka Shqipëria në raport me NATO-n, si dhe të zgjerojmë garancinë sovrane, jo vetëm më tashmë tek bujqësia, por edhe tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat operojnë në sektor të ndryshëm të ekonomisë shqiptare. Më konkretisht, përmes këtij akti, ne kemi mundësuar afrimin e indeksimit të pensioneve, tashmë që do të ndodhi më datën 1 korrik. Kjo është mundësuar me një fond shtesë për rreth 872 milion lekësh. Plani i qeverisë është që indeksimi në vitin e ardhshëm të afrohet në muajin prill, ashtu siç ka qenë edhe më herët. Gjithashtu nëpërmjet këtij akti normativ, dyfishojmë pagesën për fëmijët me aftësi të kufizuar, me një financim shtesë prej 750 milion lekësh. Nga kjo mas do të përfitojnë 10.720 fëmijë. Dhe kjo mas do të hyjë në fuqi nga data 1 korrik 2026, pra duke filluar nga nesër. Gjithashtu nëpërmjet këtij akti kemi menduar edhe për kujdestarët e personave me të aftësi të kufizuara, të cilat shteti do t'ju mbulojë me pagesën e sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore, me një efekt financiar për rreth 2 miliard lekësh. Nga ana tjetër, edhe sektori i shëndetësisë do të financohet me fonde shtesë nëpërmjet këtij akti normativ. Do të alokojmë 1.5 miliard lek fonde shtesë për banat e onkologjikut në shërbimet spitalore në vend. Pra 15 milion euro shtesë për banat e onkologjikut. Gjithashtu, nëpërmjet këtij akti do të mundsojmë edhe rritjen e pagave të personelit në urgjencën mjekësore, ku do të përfitojnë mjekët dhe personeli i shërbimit në urgjencën spitalore. Nga ana tjetër, do të alokohet edhe një fond shtesë për pagesën e orëve shtesë të punës të zjarfiksve, nga ku do të mund të përfitojnë 1250 punojës. Në të njëjtën kohë, ashtu si kundër dhe përmenda, do të përmbushim edhe gjitha angazhimet tona që kemi në raport me NATO. Nëpërmjet këtij akti normativ për sektorin e mbrojtjes do të alokohen 10.3 miliard lek shtesë, duke garantuar që financimi i mbrojtjes të shkojë në nivelin 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto, në përputhje me objektivat, por edhe me nevojat që ka ushtria shqiptare për modernizimin dhe rritjen e kapaciteteve të saj. Nëpërmjet këtij akti normativ do të rrisim edhe shumën e garancisë sovrane nga 3 miliard lek në 5 miliard lek dhe jo vetëm do të rrisim shumën, por siç thash do të shtrim edhe fushën e mbulimit me garanci sovrane, e cila nuk do të jetë më vetëm për fermerët, por do të jetë edhe për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat operojnë në sektor të ndryshëm të ekonomisë tonë. Këto pra janë vetëm një pjesë e masave që ne kemi parashikuar në këtë akt normativ, i cili parashikon edhe një sër politikash tjera për të cilat do të shprehen dhe vetë ministrat, por që natyrisht vinë në dobi të gjithë sektorëve prioritar të ekonomisë tonë. Ju faleminderit. Pyetje. Zoti Ministër, Bekim Bici, Ora News. Në fakt do të bëj pyetje lidhur pikërisht me orët shtesë që ju thatë për zjarfiksit, por nga ana tjetër një tjetër kategori që punon me orë shtesë, madje ditën e sotme kanë qenë në krye të detyrës, një pjesë prej cilëve të gjatë kontakteve që kanë pas me ta, më janë shprehur që kanë qenë pushim, por për shkak se do duhet të garantonin rendin dhe sigurinë, janë thirrur për të qenë në punë, janë efektivët e policisë së shtetit. A ka parashikime buxhetore për plotësimin apo le të themi pagimin e orëve shtesë të policisë së shtetit, një pjesë prej cilëve me këta të paktën që unë kam komunikuar jo më larg se ditën e sotme nuk i kanë paguar? Faleminderit. Të gjitha orët shtesë apo orët jashtë orarit, të cilat forcat e policisë janë të angazhuara, janë të parashikuar jo vetëm në buxhetin e vitit 2026, por edhe në qoftë se këto do të kalojnë përtej këtij parashikimi që ne kemi në buxhetin e vitit 2026, pa diskutim që detyrimet që ne kemi në raport me ta do të rregullohen me aktet normative të ardhshme. Kështu që çdo detyrim që kemi në lidhje me forcat e sigurisë dhe të rendit, patjetër që do t'i
përmbushim sipas nevojave apo kërkesave që do të na vinë nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Duke qenë se është ende, le themi ende çështja e Albanian File, sa mund na thoni pse nuk ka gjurmë në thesarin e shtetit se kush ka paguar për projektin e Parkut Eden në kryeministri? Besoj së fundi ka pasur edhe një publikim nga një organizëm ndërkombëtar, i cili pjesën e transparencës buxhetore të Ministrisë Financave e ka rankuar si një nga vendet me transparencën më të lartë në Ballkanin Perëndimor, kështu që në rast se ju keni ndonjë pyetje specifike në lidhje me ndonjë projekt specifik ose do t'i referoheni programeve buxhetore të vitit përkatës, ose mund të adresoni pyetjen që keni me një kërkesë pranë Ministrisë Financave dhe mund t'ju japim përgjigjen e nevojshme. Pra po ju pyes kush ka paguar për idenë dhe dizajnimin e Parkut Eden në kryeministri, sepse nuk është bërë publike në sistemin e thesarit të shtetit. Për këtë çështje më duhet që të verifikoj, sepse bëhet fjalë për një projekt në një institucion specifik dhe Ministria e Financave nuk mund të di në detaje për secilin projekt i cili është financuar nga buxheti i shtetit se kush ka qenë përfituesi i atyre fondeve. Kështu që atë kërkesën që keni mund na adresoni dhe do të merrni përgjigje. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Ratë të parë, përpara se të fillojmë me deklaratat e vendimeve të marrë sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, do doja që të shpreha ngushëllimet e mia familjeve të cilat kanë pasur fatalitete sot për shkak të aksidentit të ndodhur në linjën ndërurbane Tiranë-Berat. Si dëgjuat në mbledhjen e Këshillit të Ministrave sot, ne miratuam një akt normativ, por dhe një sër vendimesh të Këshillit të Ministrave. Vendimi për cilin unë dua të ndaj për së pari është një vendim i cili lidhet me të ardhurat e pensionistëve. Ne që në kryet herës, që prej fillimit të këtij mandati, kemi deklaruar që të ardhurat shtesë të gjeneruara nga performanca pozitive e ekonomisë shqiptare do të shkojnë në mbështetje të ardhurave të pensionistëve. Dhe pikërisht për këtë arsye, duke që parë performancën e ekonomisë së 5 mujorit të parë të vitit, e cila pjesërisht u arrit të konsumoj për akti normativ, por dhe ku parë dhe performancën e të ardhurave të cilat janë mbledhur shtesë nga institucionet e administratës tatimore dhe doganore. Për sa i përket rritjes së çmimit të naftës, ne vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë 5.000 lek, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.820 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e ndërmarrjeve ushtarakët në pension të parakohshëm. Siç thash, vlera totale e këtij efekti financiar i këtij bonusi është rreth 3.7 miliard lek. Mbulohet i gjithë numri i përfituesve të pensioneve sipas kategorive që unë listova. Ne do të vazhdojmë të kemi një vëmendje të veçantë për të shtuar të ardhurat e pensionistëve dhe me synimin që zhvillimi ekonomik, të ardhurat shtesë që marrim nga ecuria e ekonomisë të rishpërndahen për shtresat dhe për kategoritë në nevojë. Një tjetër akt i cili u miratua sot në ditën e sotme lidhet me garancinë sovrane. Ministri i Financave përmendi, rritet masa e garancisë sovrane për mbështetjen e bizneseve. Ky vendim lidhet me atë që neve kemi, me programin që neve kemi diskutuar dhe herë të tjera, dyfishosi për marrjen tënde, i cili do të dedikohet të gjithë bizneseve
në Republikën e Shqipërisë, i cili do të jetë i disponueshëm nga ky muaj në të gjitha bankat dhe norma e interesit e cila do të aplikohet nga bankat nëpërmjet garancisë sovrane do të jetë mesatarisht 2%. Është një instrument financiar i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm në momentin ku Shqipëria ndodhet sot, pasi bizneset kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për akses në financë me qëllim arritjen e standardeve europiane, investimet në rritjen e investimeve në biznese me qëllim rritjen e produktivitetit dhe rritjen e konkurrentshmërisë së ekonomisë shqiptare. Gjithashtu, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratuan 3 projekt ligje, të cilat lidhen me kapitullin 7, me pronësinë industriale, bëhet fjalë për projekt ligjin për dizenjot, projekt ligjin për treguesit gjeografik dhe projekt ligjin për të drejtat e autorit. Janë të 3 projekt ligje të cilët na sjellin më afër standardeve europiane, janë piketat përmbyllëse ligjore për sa i përket kapitullit 7, pra brenda klasere 2, kapitullin 7, nëpërmjet këtyre vendimeve, projektlive që u miratuan sot, ne do të arrijmë që të mbyllim kapitullin në kohë sipas parashikimeve të bëra dhe më parë në programin që ne kemi me Bashkimin Evropian. Dua të rikthem edhe një herë bonusit të pensionistëve. Ky bonus jepet për herë të parë në mes të vitit. Ai do të fillojë të shpërndahet nga dita e nesërme, pra të gjithë pensionistët të cilët do të marrin pensionin nesër, janë rreth 30 deri në 40.000 pensionistë, të cilët në datën 1 korrike marrin pensionin, do të kenë mbi pensionin e tyre një bonus 5.000 lekë, i cili i shtohet bonusit që pensionistët janë duke marrë në bazë mujore që nga muaji janar. Faleminderit. Tani, këtë bonusin e pensionistëve që ju e thatë edhe vetë që jepet për herë të parë në këto kushte, në verë dhe mbi gjitha do filloj shpërndarja dhe nesër. Po jepni sepse u krijuan kushtet ekonomike për ta dhënë apo për të neutralizuar pakënaqësitë e protestuesve që prej një muaji kërkojnë dorëheqjen e qeverisë. Unë e shpjegova, burimi të ardhurave vjen nga performanca e ekonomisë. Ne këtë deklaratën për të pasur më shumë të ardhura të pensioneve me bonuse e kemi bërë që në fillim të mandatit. Fokusi i këtij mandati do të jetë rishpërndarja e të ardhurave, jo vetëm tek të punësuarit, por edhe tek shtresat në nevojë dhe kryesisht vëmendja jonë e shtuar do të jetë tek pensionistët. Në fakt, është një pyetje që më keni bërë dhe javën e kaluar mbas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, nëse ne parashikonim që të kishim një mbështetje shtesë për pensionistët për shkak të çmimeve dhe për shkak të situatës dhe krizës energjetike që u krijua, jo juve, një kolegja juaj. Dhe përgjigja jonë ka qenë, përgjigja ime dhe përgjigja jonë e qeverisë, qasja jonë është që të gjithë të ardhurat shtesë që ne do të mbledhim nga performanca e ekonomisë do të shkojnë në mbështetje të pensioneve dhe në mbështetje të ardhurat pensionistëve. Raziela Muslimaj nga Report Televizion. Zonja Ibrahima, i deri më tani pakënaqësitë e pensionistëve apo edhe niveli i ulët i pensioneve dhe që dhe qeveria e ka pranuar që nuk është në nivelet që do duhet ishte, është neutralizuar apo përballuar, themi kështu, me bonuset që u janë shpërndar her pas here pensionistëve. Por besoj se pensionistët ajo që kërkojnë është një rishikim i skemës së pensioneve, për cilën qeveria po punon. Do doja dija në çfarë faze është drafti për skemën e re të pensioneve dhe ku parashikohet konkretisht ndërhyrja për këtë shtresë shoqërisë. Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, unë e kam diskutuar disa herë çështjen e skemës së pensioneve. E vërteta është që skemat, kur ndryshojmë skemën e pensioneve, ajo skemë hyn në fuqi në momentin që miratohet. Pra, përfitojnë nga skema e pensioneve të gjithë ata që dalin në pension pas momentit të miratimit të skemës. Kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur që të trajtojmë me bonuse, jo të herpashershme më, por me bonuse mujore, të gjithë pensionistët të cilët kanë të ardhura të ulta, të ardhura pensionale të ulta, me qëllim që të ardhurat e tyre të arrijnë disa minimume dhe neve
kemi bërë me dije këto që prej hartimit të buxhetit vitit kaluar, që prej fushatës së vitit kaluar. Ne synojmë që për pensionet e plota urbane të shkojmë në nivelin e 400 eurove në brenda këtij mandati, për pensionet e pjesshme të shkojmë në nivelin e 220 eurove brenda këtij mandati. Dhe për këtë arsye jepen që nga muaji janar i këtij viti bonuse mujore të njëpasnjëshme çdo muaj me qëllim që të ardhurat të rriten. Dhe vitin e ardhshëm bonuset mujore për secilën prej kategorive të parashikuara do të dyfishohen, do të trefishohen derisa të arrihen këto nivele. Janë trashëgimi të kaluarës këto të cilat nuk mund të zgjidhen nëpërmjet rishikimit të skemës. Rishikimi i skemës synon ato pensionistët të cilët dalin në pension pas hyrjes në fuqi të skemës. Ne gjatë kësaj jave jemi në bisedime të ngushta me Bankën Botërore, të cilët kanë sjellë një mision në vend me qëllim diskutimin e detajeve të fundit të skemës. Besojmë që brenda muajit korrik do ta kemi të finalizuar dhe gjatë muajit shtator do të fillojmë të bëjmë konsultimet e duhura me qëllim që vitin e ardhshëm të fillojë hyrja në fuqi e saj. Faleminderit. Përshëndetje, sot në privat akte normativ në fakt edhe vetë pushteti vendor territorin tërësi ka marrë një mbështetje të theksuar. Janë plot 65 milion euro të cilat janë fokusuar në fuqizimin e kapaciteteve nivel vendor. 35 milion euro janë për përmirësimin e infrastrukturës bazike që ne kemi në territor dhe 30 milion euro të tjera janë të fokusuara në dy programe shumë të rëndësishme, një prej tyre që ne kemi lançuar dhe më parë është pikërisht për krijimin e flotës logjistike që do të jetë bazuar në çdo qark, do të vinë ndihmë bashkive për mirëmbajtjen e infrastrukturës bujqësore dhe asaj infrastrukturore, ku do të jenë mjete të cilat do të krijojnë një flotë të detajuar për sa i përket të gjitha tipologjive të ndërhyrjeve që janë domosdoshme në territor. Ashtu pjesë e këtij programi është edhe krijimi i një qasje të re kombëtare për sa i përket transportit urban, do jetë bashkitë e para pilot do të përfshihen brenda vitit 2026, të cilat do të kalojnë transportin publik në një bashkëpunim midis bashkive e Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe kuptohet një transport publik me standarde dhe patjetër me autobus të kohëve të fundit, elektrik, duke krijuar në të njëjtën kohë në ambientin, por dhe uljen e kostove për sa i përket qytetarëve. Po. Duke qenë se ju jeni ministër i pushtetit vendor, kam një pyetje. Si ka mundësi që projektet në Albanian Files konceptoheshin për zonat e mbrojtura para se të ndryshohej ligji për zonat e mbrojtura? Pra strategjia e qeverisë tuaj është fillimisht të bëhen projektet, pastaj të ndryshohet ligji për të mundësuar ato? Strategjia e qeverisë sonë është e qartë dhe ka qenë gjithkohës e qartë për sa i përket zonave të mbrojtura. Ne atë vullnete kemi shprehur edhe me reforma të caktuara, edhe me ndryshimet ligjore të caktuara, por gjithmonë duke mbajtur në fokus respektimin e ambientit sikur më parë, duke u referuar dhe numrit të zonave të mbrojtura sot që është më i lartë se kur më parë, por në të njëjtën kohë duke krijuar hapësirat e duhura që të ketë një bashkëjetesë midis mbrojtjes të ambientit të zonave të mbrojtura në tërësi, por patjetër duke garantuar dhe zhvillimin e domosdoshëm lokal në zonat caktuar. Një pyetje tjetër që jam e detyruar t'ua bëj juve duke qenë se nuk ka përfaqësues të tjerë të qeverisë. Sot ka ndodhur një përleshje mes protestuesve dhe policisë në para ambienteve të kuvendit. Në momentin kur ndodhi tërheqja e qytetarit Zvar në Zvërnec, kryeministri Edi Rama dhe ju të gjithë si qeveria dënua duke cilësuar të neveritshme këtë sjellje që bëri policia private, madje i hoqët edhe licencën kompanisë private. Por sot ne kemi parë që këtë veprim e ka bërë dhe policia shtetit, cila ka tërhequr Zvar protestues në hyrje të parlamentit. A keni, le themi, një distancim nga kjo sjellje dhe do të mbaj përgjegjësi policia shtetit për atë që ka ndodhur sot para parlamentit? Unë besoj që ne duhet të distancohemi nga çdo akt dhune. Unë besoj që është e papranueshme që deputetëve përfaqësuese të qytetarëve që shkojnë në parlament për të ushtruar funksionet e tyre, të ndihen të kërcënuar, intimiduar, shantazhuar, ofenduar nga cili do. Dhe unë besoj kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar nga të gjithë. Dhe nuk ka rëndësi i cili krah politik është një deputet. Unë besoj që çdo deputet i cili është i zgjedhur me votë qytetarëve, secili prej tyre ka mbështetësit e vet nga mbrapa.
Dhe kjo nuk mund të bëhet një garë kush sjell mbështetësit e deri parlamentit. Kjo do bëhej jo vetëm qesharake, por dhe e rrezikshme. Unë besoj që këtë ne duhet ta ndajmë të gjithë dhe unë besoj që çdo lloj dhune nga cili do drejtim duhet dënuar me forcë nga të gjithë. Unë nuk e di rastin specifik, unë kam qenë vetë parlament sot në seancën që ju po flisni dhe patjetër që dalja nga parlamenti nuk ka qenë një dalje normale. Kështu që unë besoj që ky është një moment që të gjithë duhet të reflektojnë. Nëse ka pasur ekses, patjetër të shifet, por në të njëjtën kohë nuk mundet që ne të kthejmë normë normale në këtë vend, që njerëzit kur shkojnë të ushtrojnë funksionet e tyre, të ndihen të ofenduar, të shantazhuar etj. Me radhë. Besoj që këtë ne ndajmë gjithë, duke filluar që me ju gazetarët dhe kushdo tjetër që kryen çfarëdo lloj funksioni në këtë vend. Ndërkohë unë do doja në fund, nëse më lejoni, ministra e përmendi pak më parë, unë do doja t'i bashkohesha në fakt një situatë që është duke u zhvilluar, një aksident tragjik që ka ndodhur me linjën Berat-Tiranë, ku janë 12 persona të cilët 7 prej tyre janë në gjendje serioze dhe janë në spital dhe fatkeqësisht njëri prej tyre ka humbur dhe jetën. Unë do doja të ngushëlloja familjen dhe patjetër ne duhet të bëjmë çmos që të gjithë ata të cilët janë të lënduar të marrin shërbimin maksimal në këtë moment. Faleminderit. Zoti Demo, nga sheshi vjen një kërkesë konkrete që ju adresohet edhe juve sigurisht për shkak se menaxhoni paketën e maleve si ministri i pushtetit vendor, kërkohet anulimi i ligjit paketës së maleve. Çfarë garancie do t'i jepni protestuesve, qytetarëve nga sheshi që e shohin me skepticizëm këtë nisëm të qeverisë për administrimin e pronave shtetërore? Unë besoj që s'pari skepticizmi duhet të informohet, besoj që informimi në detaje për cilën do nisëm, është shumë e rëndësishme për këdo. Fatkeqësisht ka pasur deformime, nuk dua me cilën agent nga mbrapa për sa i përket paketës maleve. Paketa e maleve është një nisëm që është miratuar në vitin 2025, është një nisëm e cila ka marrë kohën e vet, tashmë për t'u trajtuar totalisht në nivel vendor nga bashkitë e vendit, është një instrument që i vjen në ndihmë bashkive për të krijuar zhvillim ekonomik lokal, është një nisëm e cila ka disa valvura sigurie, për sa i përket le themi eliminimit të çdo lloj paqartësie apo çdo lloj konflikti që mund të lindi si rrjedhojë e aplikimit të kësaj pakete. Unë besoj që vetë ligji është shumë i qartë, nuk bëhet kur fjalë për prona private s'pari, sepse që këtu fillon dizinformimi në fakt, ku interpretohet që pakete maleve do shkojë dhe do uzurpojë ose do ndryshojë destinacionin e pronave private, që në vetvete, cili do që ka durim të lexojë një ligj që është shumë i shkurtër, është vetëm 3 faqe. E kupton më së miri se kush janë dhe sa e lartë është bariera e sigurisë juridike brenda këtij ligji. E dyta, vetë ligji i referohet rasteve të cilat janë pjesë të 2 kategorive. Unë e kam përmendur më parë. Bëhet fjalë për ato kategori që s'pari lidhet me ata individ të cilët kanë dhe trajtojnë një pronë që ka qenë e paraardhësve të tyre, dhe këtu ne mund t'i referohemi në fakt që adresohet edhe një, po i quajmë plagë që shpeshherë ne kemi në territor të familjeve që kanë prona të cilat ato nuk i gëzojnë më si rrjedhojë e gjithë ndryshimeve që kanë ndodhur gjatë 80 viteve të fundit, por në të njëjtën kohë kemi edhe ato raste ku individ caktuar tashmë e disponojnë një pronë mbi 10 vjet, e përdorin atë, kanë fakte që ata e kanë disponuar këtë pronë. Dhe këta thjesht kërkojnë të drejtën për të zhvilluar këtë pronë, për të krijuar një bujtinë, për të krijuar një ambient shërbimi, për të krijuar një objekt i cili shërben zinxhirit bujqësor, për të krijuar ekonomi lokale. Unë besoj që është e rëndësishme për të gjithë që të informohemi. Dhe patjetër ne duhet bëjmë shumë për të informuar, por kuptohet që shpeshherë kërkesat të cilat dalin qoftë edhe nga po e quajmë nga turma e tjerë me radhë, janë edhe pjesë e agjendave caktuara ose pjesë e një keq informimi i cili unë besoj që për këdo është lehtësisht i sqarueshëm momentin që harxojnë pak kohë dhe lexojnë ligjin dhe aq më tepër informohen se çfarë po ndodh sot në territor. Faleminderit.